A duhet me ndërprej namazin sunnet nëse të thirë prindi? Ke hyrë namaz, prindit ka thirë, o filan, për x arsye, qoftë për pikë qefit, po duhet me prish namazin. Kjo është mesele e prejme. Prindi nëse thirë, në sunnet e prish sunnetin. Nuk ki nevojë me dhënë selam, qysh e lidhën namaz, prap qohesh edhe shkon i kryen shërbim babës ose nanës. Nëse je në farz nuk e prish, përveç nëse vren se ka diçka në rrezik. Atëherë e prish edhe farzin. Përndryshe jo. Sunetin për pikë qefit prindit, tash ku tham për pikë qefit, unë e kuptoj se edhe ai nuk po për një gotë ujë. Thira me ma qit një gotë ujë shkon e qatë. Janë rastet kur prindi mund me të s'është fetare dhe me të provoku me të bahajgare, sa të lidhësh ai me të thirë, apo të lidhësh ai të thirë. Ajo mesele tjetër, do të me dhanë fetfa në bazë të rrethanave të kushteve, por në kushte normale prindi nëse të thirë në sunet e prish sunetin. Kjo është madhështia e islamit dhe sjellja e islamit me prindrit. Allahu i bekoft.